Acari po vjen, i ftohti polar pritet të pushtoj vendin ton. Marrin fund rebeshet e shiut nga sot. Pas përmbytjeve Shqipëria do të përfshihet nga acari. Ditën e sotme, pas dite, temperatura do të bie ndjeshëm në të gjithë vendin, ku në zonat malore, qoftë në veri, qoftë në juglindje, parashikohen deri në -13 apo -14 gradë Celsius, ndërsa në kryeqytet temperaturat do të luhaten nga -4 në 10 gradë Celsius. Ndërsa të hënën, temperaturat në kryeqytet do të variojnë nga -2 në 6 gradë Celsius. Nga e marta do të ketë një rritje të lehtë, por prap vendi do të mbetet nën pushtimin e acarit. Mot i keq ka goditur tashmë Europën perëndimore. Stuhia Goreti e emëruar nga Meteo France dhe zyra meteorologjike britanike, ndërsa agjencia gjermane e motit e quajti ELI goditi Britanin dhe Gjermanin, duke sjellë rreshje të dendura dëbore. Era me shpejtësi që te kalonin 200 km/h u regjistruan në Cornwall dhe Wales, duke shkaktuar ndërprerjen e linjave të energjisë elektrike. 64.000 shtëpi mbetën pa energji elektrike për shkak të ndërprerjeve të energjisë elektrike dhe 880.000 në Francë. Shumë fluturime u anulluan në aeroportet në Angli, Holland dhe Belgjik. Në Gjermani studitet borë dhe temperaturat e ulta goditën Hamburgun, ku një ngjarje e ngjashme nuk ishte ndodhur në 18 vjet. Berlini ishte i ngrirë me temperatura qarini -15 gradë Celsius, München -16 dhe Varshava -24 gradë Celsius. Sipas të dhënave satelitore europiane të Kopernikut, të analizuara nga EUMETSAT, pothuajse 8 milion kilometra katror të barabartë me 80% e Europës janë mbuluar me dëbor, një rekord që nga viti 2010. Praktikisht i gjithë kontinenti, përveç zonave jugore si Italia, Gadishulli Iberik dhe Greqia.